Ira! Të nderuar miq, sapo ka përfunduar ndeshja e futbollit midis skuadrës vendase Beslidhja dhe skuadrës mike të Adriatikut, një ndeshje e fituar me rezultatin dyshifror 10-0.
Përveç golave të shumë të shënuara, ajo çfarë duhet të theksuar është fakti se skuadra e Beslidjes ka luajtur me një grind, e ka kërkuar shpejt fitoren, ka realizuar shpejt golin dhe ecën do të thoja unë e sigurt drejt kryesimit të këtij kampionati në grupin A dhe në javën që vjen presim ndeshjen, do të themi, në derbi të këtij grupi, por gjithsesi kjo ndeshje meriton të vlerësohet. Një tjetër pikë e rëndësishme që duhet të vlerësuar është dhe kujdesi që i vazhdueshëm i presidencës së ekipit që ka ndryshuar gjithçka, do të thoja, që nga ambientet e stadiumit, që nga trajtimi i lojtarëve, që nga gjithçka, dhe kjo është merit e presidentit të skuadrës, zotit Perin Fushaj, dhe bashkëpunimit që ka me stafin drejtues dhe Bashkinë e Lezhës. Do të përpiqemi të intervistojmë edhe trajnerat e skuadrave përkatëse për të pasqyruar të plot, do të thoja, këtë fitore të rëndësishme të skuadrës së Beslidjes, e cila kryeson grupin A me një golovarazh do të ketë shkuar tani tek 26 gola të shënuar ose 27 me vetëm 3 gola të pësuar. Jemi këtu me sulmuesin e skuadrës Beslidjes, Jasmin Raboshta, një ndër sulmuesit e ekipeve elitare të futbollit shqiptar. Zoti Raboshta, diçka për ndeshjen e sotme? Ishte një ndeshje e cila kishim vlerësu për të marrë pikë maksimale dhe gjithashtu na shërbej dhe me golabarazh. Arritëm atë që dome, 3 pikshin dhe shënuam dhe shumë gola, u liruam, me thënë. Humbët shumë raste ndërkohë që është lyhet se shënuar shumë gola. Normal, është futboll ashtu. Nuk është, domethënë, në asgjë e sigurt, duhet vlerësu më tepër, pavarësisht të rasteve të humbura, e korrigjuam në pjesë dytë. Javën e ardhshme ka një përballje, do të thoja, një ndeshje derbi, një ndeshje të rëndësishme të këtij grupi, shkonin transfert me Shirokën deputuese, duhet thënë, të ardhur nga kategoria e tretë. E respektojmë kundërshtarin, e kena vlerësu, si çdo ndeshje tjetër, ka vlerën e 3 pikëve, shkojmë vetëm për të fituar. Pra do të vazhdoni të harroni trendin e fitoreve jashtë fushës, pra jeni vetmi ekip që keni fituar? As bëhet fjalë, ta vlerësojmë ndeshjen, do punojmë gjithë javën në stërvitje dhe pastaj të marrim më të mirën, 3 pikshin. Gola që shënuar shumë sot që janë të shumë, të kujt ja dedikoni? Ja dedikoj familjes teme, shokëve të ekipit dhe tifozave. Diçka për trajtimin që merrni si ekip nga presidenca? Presidenca na ka ndajt shumë korrekt, na ka mbështet çdo ndeshje, në aspektin financiar as bëhet fjalë, na ka ndajt komplet korrekt. E falenderojmë mbështetjen që na ka dhënë dhe suportin prej presidentit e kena. Ne vetëm marrim rezultate në fushë, as bëhet fjalë. Dhe shpërblimi juaj është i demonstruar në fushë tashmë që jeni në krye të grupit dhe shkoni drejt mbylljes fazës parë, do të thoja unë, si kryesues i këtij grupi dhe me objektiv të qartë kategorinë e parë. Shpresojmë ta mojmë deri në fund vendin e parë, mos ta lëshojmë. Do japim maksimumin, t'ja shpërblejmë edhe mundin dhe që ato na mbështet, edhe presidentit, edhe stafit, edhe jena një grup shumë i mirë. Në më thonë, fillim kret, ka kanë e vështirë për ne mu lill, sepse vishim 22 lojtarë, shumica nuk njiheshim me njëri tjetrin, tash që jena lidhje na forcu, e kuptojmë njëri tjetrin dhe japim më të mirën, ta mojmë vendin e parë deri në fund. Pasi kryesore është dalja në kategorinë e parë. Falë dhe trajnerit Plori, tashmë ekipi është kuotuar në pikën maksimale të tij, pasi kapacitet individual të çdo lojtari janë shkrirë tashmë dhe me lojën kolektive të Beslidjes. As bëhet fjalë, pa dyshim. Stafi ka 100% vlerat e veta, në ka bë grupin, domethënë, ka bë një grup fort që nuk ka frikë kërkën. Nga ndeshje jena të tregu që ne japim maksimumin dhe lidhen me një tjetrin më tepër në fushën e lojës. Të uroj suksese ju dhe skuadrës Beslidjes. Respekte, faleminderit. Një fitore montenistike për të kësaj shifre, me rezultat të thellë 10-0. Jam i kënaqur me rezultatin, por me disa momente tashti mos bëj të vështirë ose mos bëj atë korrigjuese, po ka pas momente të cilat ne kemi shpërdoruar sidomos pjesën e parë, ku nuk kam meti kënaqur. Lojtarët po shpërdorin raste ku në ndeshjet e tjera them se duhet të jenë më koncentrë, duhet të jenë më të vendosur për aport, se nuk mund të kesh gjithmonë një kundërshtar të lehtë, por ke edhe kundërshtar të fortë ku ti duke pretenduar dhe duke qenë ekipi si kërkon të jesh në vendin e parë,
Pra nuk duhet të shpërdorosh atë raste. Mas pjesës parë unë kisha një diskutim me sportistat në pushimin e meshës dhe arsyeja ishte si ato duhet të qetësoheshin sepse kishin shumë nervozizëm para posë, doshin të shënoshin gjitha, doshin të shënoshin sikur me sa dhe unë shumë raste. Pastaj u filluan dhe duhet se duhet të gjenë qetësinë para posë. Jam i kënaqur me mënyrën se si kam luajtur, por ato raste të cilat u humbën duhet të korrigjohen tjetër. E rëndësishme 3 pikëshi. Po, e kam thënë që në fillim këto neshë janë të cilat vlen kanë të njëjtën 3 pikë, vlen si kjo si një neshë me vendin e parë, 2, 3 nuk ka rëndësi. Pra, është e rëndësishme 3 pikë, por kur bëhen dhe golat paktën për publikun, kur shënohen dhe gola pra. Por edhe kur ka një futboll të bukur të cilin duhet ta demonstrosh në fushën e lojës, bëhen gjitha bashkë për mirë shkollës. Ndodhë është herët pasi natyra juaj është që për të mos folur për ndeshjen e radhës, por më tashmë ne kemi ndeshje në transfer përballë Shirokës. Po, është një ndeshje e fortë, edhe Shiroka ka bërë mirë këtë sezon. Erdhi si surprizë, por unë kam ditë se ka një ekip ka në përbërjen e saj lojtar të mirë. Them se do të jetë një përballje e fortë, por kuptohet si ne nuk intereson kundërshtari, nuk intereson as vendet në tabelë të ekipeve tjera. Unë shkoj në këtë ekip për në çdo ndeshje për 3 pikë. Shkoj me kurajo, kam djemë të cilët kanë eksperiencë në fushën e futbollit. Pra unë duke e ditë se ato janë rritur në vana fizike, unë besoj shumë të të Ju uroj suksese dhe faleminderit për intervistë. Faleminderit.